Për shkak të fluksit të shtuar të qytetarëve gjatë periudhës festive të fundvitit, Identitek ka njoftuar se ditën e premte zyrat e saj për aplikim të dokumenteve të identifikimit do të jenë të hapura nga ora 9 deri në orën 12. Ky shërbim do të ofrohet në 12 qarqe të vendit: Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Fier, Korçë, Lezhë, Dibër, Berat, Kukës dhe Gjirokastër. Në kryeqytet, qytetarët mund të marrin shërbim në njësinë 2 dhe 4 të Identitekut, mund të realizojnë të gjitha shërbimet e nevojshme për dokumentet e identifikimit pa pasur rëndësi gjendja civile. Zyra do të ofrojë një mundësi të veçantë për qytetarët që vijnë nga jashtë vendit për një qëndrim të shkurtër, duke mundësuar akses më të shpejtë dhe më efikas në shërbim. Megjithatë, dita e premte është zyrtarisht ditë pushimi për administraton. Ky orar i veçantë është vendosur për të menaxhuar fluksin gjatë festave dhe për të shmangur pritjet e gjata. Identitek synon të ofrojë një shërbim të lehtë, të shpejtë dhe të organizuar, duke garantuar që qytetarët të marrin të gjitha dokumentet e nevojshme në kohë dhe pa vështirësi. Ky hap tregon një angazhim të shtuar në institucioneve për të shërbyer qytetarëve në periudha festive, duke lehtësuar qarkullimin dhe përmbushur nevojat e tyre administrative në mënyrë efikase.